Bismillahirrahmanirrahim, në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirëbërësit. Të nderuar shikues të televizionit Koha, jemi këtu me programin e titulluar Mesazhe Ramazanit 2025, program i cili organizohet nga Miftinia e Tetovës. Sot në emisionin ton kemi magjistren Hafize Alia, me të cilën do të flasim për temën Ramazani dhe shëndeti mendor, meditimi dhe vetë reflektimi. Nderuar, mirë se keni ardhur. Mirë se u gjetëm, faleminderit për ftesën. Kam kënaqësi të jem këtu bashkë me juve sot për diskutu një temë e cila është e rëndësishme dhe aktuale, siç është muaji Ramazanit, agjërimi, shëndeti mendor dhe vetë reflektimi. Shumë shpesh kur flasim për agjërimin, fokus kryesisht është dhënë se si ndikon agjërimi në trupin e njeriut, në metabolizëm, por a kemi menduar se si ndikon agjërimi në shëndetin mendor, në anën shpirtërore të njeriut. Allahu xhaleshanuhu në një ajet kuranor thot: O ju që keni besuar, agjërimi është bërë obligim, ashtu siç ishte bërë obligim për ata para jush, për të bërë të devotshëm. Në këtë ajet kuranor shihet qartë se agjërimi nuk thelb kryesor apo objektiv kryesor nuk e ka vetëm aspektin fizik, por nëpërmjet agjërimit ne arrim të marrim virtyte të larta si vetë kontrollin, reflektimin, arrim të krijojmë lidhjen dhe ta forcojmë lidhjen me Allahun xhaleshanuhu dhe po ashtu edhe me veten. Si ndikon agjërimi dhe rutina shpirtërore e Ramazanit në përmirësimin e shëndetit mendor? Shëndeti mendor është një aspekt thelbësor i rëndësishëm për miqënien tonë, pasi ka të bëjë aty përfshin mënyrën se si ne mendojmë, si veprojmë, se si ndihemi, si ju përballemi me sfidat e ndryshme gjatë jetës tonë dhe po ashtu si kemi marrëdhëniet edhe me të tjerët. Kjo gjë është shumë e rëndësishme në jetën e besimtarit, pasi besimtari kalon sfida të ndryshme gjatë jetës së tij, përballet me vështirësi të ndryshme dhe atë prehjen, atë ngushëllimin, mbështetjen e kërkon tek krijuesi, tek feja. Prandaj edhe kemi nevojë që ta gjejmë paqen në këtë formë, paqen shpirtërore. Allahu xhaleshanuhu muajin e Ramazanit na e ka dërguar në kohë të caktuar dhe neve ndonjëherë nuk e dim se sa të nevojshme e kemi për këtë muaj, por realisht nevoja është pasi kemi një jetë të stresuar dhe jeta e përditshme na e bën që ne ta kërkojmë atë qetësinë shpirtërore. Ndonjëherë më pëlqen që muajin e Ramazanit ta quaj edhe si një ofertë nga ana Allahu xhaleshanuhu dhe e jona është që ne këtë ofertë ta marrim, ta shfrytëzojmë në formë maksimale dhe ta bëjmë atë më të mirën. Pasi çdo detyrë, çdo ritual që Allahu xhaleshanuhu ua ka bërë obligim robërve të tij, ai në ato rituale ka lënë qëllime shumë të larta, shumë madhore dhe objektiva të ndryshme. E jona është që ne të hulumtojmë dhe të gjurmojmë për këto objektiva dhe të kuptojmë se ritualet drejtuar Allahu xhaleshanuhu bëhen me 3 elemente, bëhen në aspektin fizik, që do me thonë bëhen me trup, bëhen me shpirt dhe bën me mendje. Prandaj edhe agjërimi dhe sikur ritualet e tjera dhe agjërimi nuk është vetëm një ritual që bëhen në aspektin fizik. Muaji Ramazanit ndryshe mund ta quajmë si një udhtim i fuqishëm shpirtëror dhe psikologjik që ne të arrijmë atë paqen shpirtërore dhe atë gjendjen tonë emocionale më të mirën. Kjo nuk është vetëm një gjendje që përjetohet, është edhe një fakt shkencor. Një studim i botuar në vitin 2021 tregon se gjatë agjërimit rritet niveli i BDNF, një protein që ndihmon në forcimin e neuroneve dhe përmirësimin e funksionit kognitiv. Ky proces e bën trurin më rezistent ndaj stresit dhe e përmirëson gjendjen emocionale. A e keni ndjerë që gjatë Ramazanit njerëzit janë më të qetë, janë më të fortë emocionalisht dhe po ashtu lidhjen me Allahun e kanë më të mirë dhe po ashtu edhe me veten e tyre. Kjo ndodh sepse gjatë agjërimit niveli i kortizolit, do me thonë hormonit të stresit, ulet dhe në vitin 2019 është bërë një hulumtim ku është zbuluar se njerëzit që agjërojnë përjetojnë një reduktim të stresit dhe ankthit dhe janë më afër qetësisë dhe vetë kontrollit. Gjatë agjërimit ne
nuk bëjmë vetëm pastrimin e trupit nga toksinat, pasi që është edhe në aspektin fizik, por bëjmë edhe pastrimin e zemrës, bëjmë pastrimin e shpirtit, largojmë mendimet negative, mundohemi në maksimum që të vendosim ato mendimet pozitive, ta ndjejmë lumturinë në jetën tonë, ta ndjejmë atë rehatinë në jetën tonë, atë qetësinë, ku shkenca ka treguar se ky përmirësim nuk është rastësi. Një studim mbi neurobiologjinë e adhurimit ka treguar se gjatë agjërimit dhe ritualeve të tjera, truri lëshon më shumë dopamin dhe serotonin, dy neurotransmetues që lidhen drejt për drejt me ndjenjen e kënaqësisë dhe ndjenjen e qetësisë. Ne në Ramazan, për dallim nga 11 muaj tjerë, arrim që ta vendosim një mënyrë të jetuarit shumë më ndryshe, më të disiplinuar. E njëjta ditë është edhe jashtë muajit Ramazanit, 24 orë ka dita edhe jashtë Ramazanit, po ashtu edhe gjatë muajit Ramazanit. Por ajo madhorja është që gjatë në muajit Ramazanit arrim të bëjmë një transformim të mahnitshëm, ne arrim të bëjmë një mënyrë, një stil të jetese shumë më ndryshe dhe shumë më të mirë. Do të thënë, ne në Ramazan e transformojmë veten në aspektin pozitiv dhe mund ta vërejmë se ne nuk jemi po të njëjtit ata që kemi hyrë në këtë muaj. Kjo shpjegohet edhe nga një fushë e re shkencore e quajtur neuroteologji, e cila studion ndikimin e adhurimeve në trurin e njeriut, ku Dr. Andrew Neuberg ka zbuluar se lutjet dhe meditimi shpirtëror ndikojnë në reduktimin e aktiviteteve në amigdala, pjesë e trurit që kontrollon stresin dhe frikën. Prandaj ritualet fetare dhe obligimet që i bëjmë ne kashi Allahu xhaleshanu nuk duhet të shihen vetëm si obligime fetare, por një formë e fuqishme e qetësimit mendor dhe shpirtëror për ne. Ne gjatë muajit të Ramazanit mundohemi të jemi të kujdesëm në çdo aspekt, mundohemi të jemi të qëndrojmë të drueshëm, mundohemi të jemi më shumë falendrues, t'i falim të tjerët, ta përjetojmë atë kënaqësinë e ibadeteve, adhurimeve dhe mundohemi që sa më shumë të marrim virtyte dhe vese të cilat janë në dobinë tonë dhe t'i largojmë ata të cilat janë të dëmshme, ku në këtë muaj e kemi këtë mundësi dhe e kemi këtë hapësirë që ta shfrytëzojmë maksimum, por ndonjëherë e vrasim mendjen se a është e mjaftueshme muaji Ramazanit që ne t'i marrim këto vese të mira dhe t'i largojmë ato vese të cilat neve po na dëmtojnë? Normal se ndryshimet nuk arrihen dhe nuk presim që të arrihen brenda 24 orëve, po ajo don punë, angazhim brenda muajit Ramazanit, ku sipas shkencës njihet një teori e quajtur teoria 21 ditëshe, e cila ja mundson njeriu që ta përvetësojë një vesë të ri, e cila është e dobishme për njeriu, domethënë periudha diku 3 javëshe ja mundson njeriu që ai ta përvetësojë një vesë të ri dhe në Ramazanin e kemi 30 ditë dhe ku hapësira për përvetësu vese të reja, virtyte të larta është e mjaftueshme nëse ne punojmë në këtë drejtim. Kur jemi te meditimi, a e ka meditimi forcën për të zbuluar qetësinë shpirtërore tek ne? Qetësinë shpirtërore Allahu xhaleshanuhu na e ka prezantuar nëpërmjet ajeteve të shumta kuranore, ku unë do kisha dashur të përmend një ajet kuranor në surën Ra'd, ajeti 28, ku Allahu xhaleshanuhu thotë kështu: Bismillahirrahmanirrahim, Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Ata që besojnë dhe zemrat e të cilëve me përmendjen e Allahut qetësohen. Në këtë ajet kuranor shihet shumë qartë dhe shumë bukur që Allahu xhaleshanuhu sjell qetësi dhe paqe në zemrat e muslimanëve. Por ajo që kërkohet nga ne është përmendja e Allahut xhaleshanuhu. Imagjinoni muslimanët se sa shumë e përmendin Allahun xhaleshanuhu dhe mundohen që të bëjnë rituale të ndryshme dhe obligimet e Allahut xhaleshanuhu t'i dërgojnë në vend në këtë muaj, duke munduar që mos i ikin obligimeve të cilat i kanë fars, po përveç këtyre ata muslimanët bëjnë edhe shumë obligime vullnetare, siç janë namazet nafila, po namazi i natës, leximi i shpeshtë i Kuranit, po ashtu sadakate ndryshme
ndryshme, dhikret ku muslimani mundohet maksimum në këtë muaj. Por shtrohet pastaj kemi besimtar ku edhe pse i bëjnë këto rituale, edhe pse mundohen maksimum, po përsëri ka raste që nuk mund ta gjejnë atë qetësi. Dhe shtrohet pyetja, a qëndron problemi te vetë rituali apo qëndron problemi tek kryesi i ritualit? Prandaj edhe në këtë pikë desha më shumë fokusohem tek mënyra se si ne po i kryem këto rituale dhe këto obligime të cilat i kemi karshi Allahut xhaleshanuhu. Dhe në këtë muaj është mundësia që ne të reflektojmë më shumë në këtë drejtim dhe ta pyesim veten, nëse ne deri më tani nëpërmjet këtyre ritualeve është dashur që ne ta forcojmë lidhjen me Allahun xhaleshanuhu. Nëse nuk e kemi forcuar, atëherë çka ne duhet të bëjmë ndryshe që këtë lidhje ne ta kemi në rregull me Allahun xhaleshanuhu? Apo nëse nëpërmjet ne këtyre ritualeve duhet që të arrijmë këtë qetësinë shpirtërore, ta marrim atë që ne po e kërkojmë, pse atëherë ne nuk po e arrijmë? Prandaj, përgjigjet e këtyre pyetjeve janë tek mënyra se si ne po i kryem. Çfarë dëshiroj të them me këtë? Me këtë dua të them që ritualet mos kryhen vetëm në prizmin e praktikës sa për ta kryer apo për ta marrë sevapin të cilët Allahu xhaleshanuhu e ka premtuar, por ta kryem në atë formë që ne të ngritemi shpirtnisht, ta kryem me koncentrim maksimal, ta kemi vetdijen e plot, ta dimë se çfarë rituali jemi duke bërë, ne kur të lidhemi namaz, ta dimë se në atë moment ne jemi duke folur me Allahun xhaleshanuhu dhe kur lexojmë Kur'an, ta dimë se Allahu është duke na folur neve nëpërmjet Kur'anit. Prandaj, elementi kyç i cili neve do na dërgonte që ne këto rituale t'i ndjejmë dhe t'i përjetojmë është koncentrimi ku në një hulumtim i cili është bërë në Universitetin e Malajzisë në vitin 2019, ky studim analizoi efektet e koncentrimit gjatë faljes së namazit përmes EEG-s, ku rezultatet treguan se përqendrimi gjatë faljes së namazit rrit aktivitetin e lobit frontal të trurit, duke përmirësuar vëmendjen dhe kontrollin e mendimeve të shpërqendruara. Do me thënë, koncentrimi në namaz e bën që ne ta kemi vëmendjen aty dhe të mundohemi në maksimum që t'i largojmë mendimet që mund të na shpërqendrojnë. Po ka raste që ne nuk mund ta kemi atë koncentrimin e duhur që kërkohet për të kryer ritualet, po e marrim si shembull si namazin, dhe pasi që ato vështirësitë e ndryshme gjatë jetës, sfidat që mund t'i kalojmë na e bën të vështirë që ne të shkputemi dhe të lidhemi direkt për atë për cilët kemi nevojë, siç është falja e namazit dhe biseda me Allahun xhaleshanuhu. Unë do kisha dashur ta përmend një praktikë timën apo si një që e kam praktikuar ndonjëherë kur e kam patur të vështirë apo kur e kam patur të vështirë koncentrimin në namaz. Në psikologji quhet një si terapia e frymëmarrjes. Terapia e frymëmarrjes zakonisht përdoret për të ndihmuar njeriu për ta menaxhuar stresin dhe për të rritur përqendrimin, ndërsa unë këtë e kam shfrytzuar për të arritur edhe koncentrimin në namaz, por nga ana tjetër kam shfrytzuar edhe dhikrin para hyrjes në namaz. Çka më ka ndihmuar kjo? Më ka ndihmuar për ta sjell unë koncentrimin, për t'u larguar nga ajo që më ka prekupuar deri në atë moment dhe ta shijoj namazin në formën ashtu siç unë kam dashur dhe e kërkon Allahu xhaleshanuhu. Para se me u lidh në namaz, jam munduar që në vend falje të ulem dhe ta praktikoj dhikrin pa mos u koncentruar tek ajo se sa herë kam thënë fjalën si për shembull fjalën estakfirullah, pa mos e marr si shembull se sa herë kam thënë, por duke u fokusuar 1 minutë, 2 minutë, 3 minuta, varet se sa ka nevojë vetë personi, duke thënë fjalën estakfirullah ngadalë për të arritur koncentrimin e duhur që i nevojitet për të hyrë në namaz dhe për ta shijuar namazin maksimum. Dhe kjo është ajo që i duhet besimtarit për ta shijuar dhe për ta gjetur qetësinë e ritualit. Po në momentin që ne po i kryem këto rituale në këtë formë, unë mendoj se njeriu arrin të bëjë një transformim në 3 sfera dhe atë duke e forcu lidhjen me Allahun xhaleshanuhu, njeriu arrin që ta ndjej praninë e krijuesit, dashurinë, mëshirën e krijuesit, po ashtu në momente që është në vështirësi ai e kupton se nuk është vetëm dhe është Allahu ai i cili do jep zgjidhje çfarëdo problemi që ka robi, po ashtu
ai forcon edhe lidhjen me veten e tij, fillon ta njoh veten e tij, ta dojë më shumë veten e tij, fillon që të reflektoj rreth asaj se çfarë dhe si është duke vepruar në jetën e tij, përvetëson veti të ndryshme të mira, virtytet e larta, dhe po ashtu, kjo në momentin që ne formojmë atë lidhjen me Allahun xhaleshanu dhe fillojmë të njohim edhe veten tonë, ne këtë energji arrim të shpërndajmë edhe tek të tjerët, ku arrim të krijojmë edhe marrëdhënie më të mira me të tjerët, dim të shprehim dashurinë ndaj të tjerëve, dim të komunikojmë me të tjerët, dhe kjo veçanërisht kjo është e nevojshme dhe është e dukshme gjatë muajit të Ramazanit, pasi që gjatë muajit të Ramazanit përveç që ne forcojmë lidhjen me Allahun, me veten tonë, ne forcojmë lidhjet edhe me të tjerët, kur kemi një porosi apo një këshill nga pejgamberi alayhi salam, i cili thotë, nëse dikush ju fyen apo dëshiron të ngrindet me ju thoni unë jam agjërueshëm. Çka nxjerrim nga kjo? Se vetë ritualet, kashi Allahu xhaleshanu duhet që ty të ta zbutin zemrën dhe të të ngrisin në aspektin moral. Në këtë rast, pejgamberi alayhi salam nuk ka përmendur që nëse ty po të afrohet një gotë me ujë apo po një pjatë me ushqim ti thua jam agjërueshëm. Por jo, këtu e kuptojmë që agjërimi nuk është vetëm në aspektin fizik, por është në aspektin shpirtëror, është në aspektin moral, është më shumë se ajo fizike. Dhe për këtë agjërim ka nevojë muslimani, shoqëria muslimane ka nevojë për këtë lloj agjërimi. Dhe Allahu xhaleshanu këtë lloj agjërimi e don më së shumti, ku muslimani të zhveshet nga çdo vesë të cilën e ulin atë, siç janë urrëtia, siç është xhelozia, siç është mashtrimi. Por muslimani të jetë ai i cili di të falenderojë, ai i cili di të falë të tjerët, dhe ai i cili di të dojë edhe të ndjehet i kënaqur me atë të cilën Allahu xhaleshanu ja ka dhënë. Ku për këtë kemi një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i cili ka thënë, kush nuk heq dorë nga fjalët dhe veprimet e këqija, Allahu nuk ka nevojë që ai të heq dorë nga ushqimi. Si mund të mbajmë qetësinë shpirtërore dhe mendore edhe pas përfundimit të Ramazanit? Shumë pyetje me vend, pasi që ne Ramazani kemi 30 ditë dhe ajo cilët, siç e përmenda edhe në fillim, Ramazani ka qëllime të larta, ka objektiva të ndryshme dhe të shumta dhe shumë madhore. Prandaj Ramazani është 30 ditë. Ne kur hym në Ramazan e shikojmë veten në çfarë forme kemi hyrë, dhe ajo e cila muslimani duhet ta brengos dhe të dalë me ato pyetjet në kokë se unë në këtë muaj çfarë personi kam hyrë dhe nga ky muaj çfarë personi po arri po dal, dhe nga ky muaj a e kam kriju, a e kam forcuar atë lidhjen me Allahun, atë lidhje që po e kërkoj, dhe pas këtij muaj, si do të jetë me mua, si do të jetë lidhja me Allahun xhaleshanu, si do të jetë mënyra e vepruarit të veprave, a do të shijoj veprat, ëmbëlsinë e ritualeve, ëmbëlsinë e namazit, ëmbëlsinë e leximit të Kuranit. Kjo është ajo që do t'i brengos besimtarët pasi dalin nga ky muaj, dhe me këtë pyetje duhet muslimani ta përfundoj këtë muaj. Mirë po, pas Ramazanit është normale që paka shumë muslimani ta hupat balancën, atë paqen, atë qetësim, pasi që largohet nga kjo rutinë, largohet nga ajo mënyrë e jetesës që tham e ka krijuar në muajin e Ramazanit. Mirë po, shumica e muslimanëve pas muajit të Ramazanit fillojnë e humbin atë balancën. Pse ndodh kjo? Pasi fillon edhe humbin ritmin e mënyrës së jetuarit ashtu siç kanë jetuar brenda atyre 30 ditëve në Ramazan. Unë tek pika e dytë përmenda që në momentin që ne përvetësojmë një vesë, na kemi nevojë diku për 20 ditë, kemi një teori tjetër e cila thotë se për ta përvetësuar një vesë duhet diku mesatrisht 66 ditë, dhe kjo ndihmon më shumti në muajin e Ramazanit. Pse? Se ne në muajin e Ramazanit mundohemi maksimum, dhe muslimani është çdo ditë në veprim në këtë drejtim, dhe atë 30 ditëshin, atë 21 ditëshin dhe 30 ditëshin mundohet që ta përvetësoj atë vesë. Pa ajo që nevojitet mbas muajit të vazhdoj me të njëjtin vesë, vazhdoj me të njëjtin ritëm derisa ta zotroj një vesë të dobishëm të cilët e ka marrë dhe të vazhdoj si i tillë. Duhet ta kuptojmë edhe ta dimë që muaji i Ramazanit është 30 ditë, dhe ne brenda këtyre 30 ditëve duhet të mundohemi në maksimum që ta fitojmë atë energjinë maksimale, dhe pas Ramazanit
ta shpërndajmë atë energji që e kemi marrë gjatë këtij muaji. Kemi nga historia, do përmend nga historia e pejgamberit alayhis salam, Muhamedi alayhis salam për 10 vite e ka pranuar 49 kaptina të shkurta nga ana e Allahu xhaleshanuhu, ndërsa pas Isras dhe Miraqit deri në Hijret për 3 vite ka pranuar 37 kaptina, e cila është një interval kohor i dallueshëm ku për 10 vite ka pranuar 49 kaptina, ndërsa për 3 vite ka pranuar 37 kaptina. Nga kjo çka kuptojmë se Muhamedit alayhis salam, Israja dhe Miraji i ka dhënë energji aq shumë sa që kur ka zrit në tokë dhe ka vazhduar misionin e tij për 3 vite ka arritur që të pranoj 37 kaptina. Çka kuptojmë nga kjo dhe këtë mësim ne mund ta nxjerrim në ritualet tona, në praktikën tonë, se sa është dashur që neve namazi të na e lehtësoj mënyrën të jetuarit, se si ballafaqohemi ne me sfidat e jetës, si ballafaqohemi me vështirësitë e jetës. Njashtu kemi musliman të cilët udhtojnë për në Qabe dhe kryen haxhin. Shumë prej tyre ka rast që kur vinë të dëshpëruar pse janë kthyer nga ai vend. Edhe pse ai vend ta jep atë dashurinë pasi që shkon në vendin ku ka jetuar pejgamberi alayhis salam dhe sheh përafër historinë e pejgamberit alayhis salam, po përsëri nga muslimani kërkohet që kur të kthehet nga ai vend, të kthehet me energji të plotë, të jetë i mbushur plotësisht me energji dhe atë energji ta ndaj në jetën e tij në vazhdim, duke u munduar që t'ju përballoj sfidat e jetës, ta krijoj jetën mbas asaj energjisë që ka fituar. E njëjta gjë kërkohet edhe nga ne për muajin Ramazan, se ne mund të themi pse nuk e ka bërë Allahu muajin Ramazan komplet vitin, 12 muaj, ta kemi këtë ritëm të muajit Ramazan. Por jo, Allahu xhaleshanu ka caktuar që ky muaj Ramazan të jetë 30 ditë dhe ne, detyra jonë është që ne për këto 30 ditë të punojmë maksimum, të bëjmë ibadet, të adhurojmë Allahun xhaleshanuhu, të mundohemi të shijojmë këto ibadete në formën më të mirë dhe pastaj ta kemi energjinë maksimum pas daljes nga ky muaj. Unë do kisha dashur në fund të përmend disa mënyra se si ne ta ruajmë këtë lloj energjie të cilat e kemi fituar gjatë muajit të Ramazanit. E para do kisha përmendur që ne të jemi në vazhdimsi të ritualeve, të obligimeve. Çka dua të them me këtë? Me këtë dua të them që nëse ne kemi qenë nga ata që nuk kemi qenë praktikues para muajit të Ramazanit, dhe në muajin Ramazan kemi arritur që ne të jemi praktikues të ritualeve, njëjtën gjë ta vazhdojmë edhe pas muajit të Ramazanit. Të mos i lëjmë namazet pa fal, të mos i lëjmë leximin e Kuranit, të mos i lëjmë dhënien e sadakas, dhikrin e shumë rituale të tjera dhe veste të mira të cilëve kemi përvesuar gjatë muajit Ramazanit. E dyta, këto rituale të cilat e para ishte të mos i anashkalojmë, mos i praktisim. E dyta, të mundohemi të praktikojmë në atë formë siç që kemi praktikuar në Ramazan, me atë lloj koncentrimi, me atë lloj vëmendje, me atë lloj fokusi, me atë lloj dashurie, me atë lloj kohe që ja kemi kushtuar gjatë muajit të Ramazanit, pak a shumë ta mbajmë atë ritëm dhe atë balancin njëjtësin Ramazan. E treta, do kisha sugjeruar që kemi edhe hadithe të shumta të pejgamberit alayhis salam rreth agjërimeve vullnetare, siç është dita e hënë dhe e njëjte, ta bëjmë si një lloj praktike dhe këtë lloj agjërimi që të na mbajë pak më atë energjinë dhe më atë atmosferën që kemi pasur në muajin e Ramazanit. Dhe e katërta, dhe po ashtu e rëndësishme, ashtu siç ne i kemi pat këtë marrëdhënien e mirë me të tjerët dhe jemi munduar që ne të mos e dëmtojmë tjetrin, mos e dëmtojmë me fjalë, mos e dëmtojmë me vepra, mundohemi të njëjtën gjë ta bëjmë edhe jashtë Ramazanit, mundohemi në maksimum që mos e dëmtojmë muslimanin dhe në moment që ne do kishim plotësuar këto 4 këshilla, të cilat ka edhe më shumë, mendoj që do arrijm që ta keshim të njëjtin ritëm dhe njëjtin balancë edhe pas Ramazanit. Për fund, cili do ishte mesazhi juaj për shikuesit tanë? Mesazhi im për fund do ishte gjithë ata të cilët më kanë dëgjuar dhe kanë marrë diçka nga unë, do kisha dashur nga kjo që kanë marrë të ulen dhe të reflektojnë dhe ta testojnë veten e tyre. Çfarë personi kanë qenë para se me hinë në Ramazan dhe çfarë personi kanë arrit
të bëhen në Ramazan. Dhe kur do e shohin veten e tyre se ku kanë arrit gjatë muajit të Ramazanit, do e kuptojnë dhe se sa kanë punu gjatë këtij muaji dhe sa kanë arrit të shijojnë ibadetet dhe ritualet ka shi Allahu xhashanu, dhe po ashtu do kisha dashur që të mundohen në maksimum që këtë ritëm që e kanë patur gjatë muajit të Ramazanit ta vazhdojnë edhe pas Ramazanit. Nderuar, ju faleminderit për këshillat dhe shpjegimet e vlefshme, si dhe juve shikues për kohën dhe vëmendjen tuaj. Lusim Allahun xhaleshanuhu të na e pranojë agjerimin, lutjet dhe ibadetet tona. Deri në takimin ton të radhës, o esselamu aleikum.